Gara në Prishtinë ishte tejet e ashpër. 3 kandidatët që në votat e përgjithshme për asambli ishin afër njëri tjetrit. Përparim Rama, Hajrullah Qeku e Urani Ismaili. Përparim Rama aktualisht kryeson me rreth 700 më shumë se Qeku, kurse Ismaili është i treti. Por vendet ku këta kandidat morën vota është tejet interesante. Përparim Rama ka dominuar brendshëm në kodrën e trimave dhe në fshatrat, pra në zonat rurale, duke triumfuar në disa shkolla edhe mbi 50% të votave. Kurse Hajrullah Qeku në të shumtën e vendvotimeve në qendër, pra në zonat urbane, është i pari. Befasuese janë zgjedhjet edhe për Urani Ismailin, i cili në një pjesë të vendvotimeve në zonat urbane është i dyti, e në disa edhe i pari. Në garën për kryetar të Prishtinës, rezultati flet qartë. Qendrat kryesore të votimit në zemër të kryeqytetit nuk i takojnë lidhjes demokratike të Kosovës. Shkollat me peshë simbolike dhe numerike si Naim Frashëri, Sami Frashëri, Shtefan Gjeçovi, Fakulteti Filologjik, Hasan Prishtina e Elena Gjika i japin mbështetjen e tyre lëvizjes vendose dhe kandidatit të saj Hajrullah Qeku. Në shumicën e këtyre vendvotimeve, Partia Demokratike e Kosovës del e dyta, një fakt që s'duhet në vlerësuar, duke parë se LDK-ja po humbet terrenin pikërisht aty kur dikur ishte zot shtëpie. E nëse qyteti ja ka kthyer shpinën LDK-s, kjo e fundit po e gjen ngushtimin në zonat jashtë urbane. Në vendvotimet si shkolla Shkëndija në Hajvali, Dituria në Shkabaj, Ali Kelmendi në Barilev dhe në disa të tjera, LDK-ja mban primatin. Po ashtu Vranjevci mbetet bastion i saj me fitoret në shkolla si Zenel Hajdini, Nazme Gafuri dhe Asim Vokshi. Urani Ismaili ka arritur që për 4 vjet ja shtojt PDK-s mbi 10.000 vota në Prishtinë, por sërish pa mjaftueshëm për ballotazh.